Hajde shkojnë atje. Apo me fotën e te? Natyrisht, ndoshta keni pak informata, unë jam edhe qytetar nderi i qytetit e Skënderajit, dhe natyrisht që jam pjesëtar i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, po jetoj në diasporë, jetoj në Kroaci. Çdo vit vim këtu të përkulmi gjithë këtynve herojve dhe martirëve, sepse njerëzit të cilët nuk e bojnë veprim të tillë, nuk e duhen të mirën e Kosovës. Sot duhet të jemi krenar mbi të gjitha kur i shikojmë gjithë ta fëmijë këtu, të cilët vinë përkulen pranë këtynve martirëve dhe dëshmorëve. A qëllimi kryesor është që mos harrohet. Në kujtesën e rinisë tonë duhet të shkruhet me shkronja të arta gjithmonë kjo vepër madhështore familjes jashare dhe Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Sepse politikajt vinë dhe shkojnë, politika ndrohet çdo 4 vjet, njërisht që në Kosovë akoma nuk ka gjetë vend politika që ta bëj një grumbullim të tërë neve për një arsye, për një qëllim, që kujtimet e tilla në këto familje të mëdha shqiptare, të cilët dhanë të gjithë anëtarët e vet për shtrimin e Kosovës, me duke që është duke u zbehur. Andaj ne kemi obligim moral dhe njerëzor që sa herë ta kujtojmë Marsin, ta kujtojmë familjen Jashari dhe gjithë ato familje që dhanë shumë për trokën e Kosovës, për gjakun e Kosovës, gjakun tonë i cili nuk do të harrohet kurrë. Madhështia e një populli është kur i kujton herojët e vet. Dhe ne këtë du ta bëjmë, jo vetëm tani, ne ta bëjmë 365 ditë, në shkollet tona, në libret tona, të jetë preambula e Kushtetutës së Kosovës në të ardhmen, me shkronja të arta që shtrimi i Kosovës nuk ka rastisht, nuk jemi shtet rasti. Nuk ka shtetet mëdha dhe të vogla, ka shtetet të cilët e përfaqësojnë popullin e vet dhe ne duhet të përfaqësojmë krenari popullin tonë dhe të kaluarin tonë. Këto shpjegimi të dine, Skënderbeu, shpat ati Shqiponja edhe shahonica e Kroacisë. Së kjo është Kroacisë.